ngjarje tragjike ka tronditur kryeqytetin. Një 24 vjeçare me origjinë palestineze, Ryan Alwan, u gjend pa shenja jete në një apartament me qira në rrugën Gjon Muzaka. E reja kishte plagë të shkaktuara me mjet prerës. Autori dyshuar është 49 vjeçari Fadi Alwan, me të cilin viktima kishte hyrë në Shqipëri më 19 shkurt, duke u paraqitur si turiste. Një ditë pas krimit, ai është larguar me taksi drejt Rinasit dhe ka fluturuar fillimisht drejt Athinës, më pas në Amsterdam, ndërsa dyshohet se është dukur në Gjermani. Pamjet e sigurisë tregojnë se ai ishte i qetë gjatë largimit. Policia ka nisur hetimet dhe ka kërkuar informacion nga autoritetet greke dhe gjermane. Ende nuk dihet marrëdhënia mes viktimës dhe autorit, por ekziston mundësia që ata të jenë babë e bij. Pronarja e apartamentit ka treguar se fillimisht ishte kontaktuar nga një numër gjerman, që më vonë rezultoi regjistruar në emër të një personi tjetër. Ndërkohë pritet që 49 vjeçari të shpallet në kërkim ndërkombëtar. Hetimet vijojnë për të zbardhur motivet e kësaj ngjarje të rëndë, që ende mbetet e mbuluar nga misteri.